Pamjet e kamerave të sigurisë kanë filmuar momentin e shpërthimit të zjarrit në tregun e ish uzinës Dinamo në rrugën 5 Maj. Një flak e vogël është shfaqur fillimisht në pjesën e brendshme të një dyqani në një kabull elektrik dhe më pas është shpërhapur me shpejtësi në bizneset përreth, të ndërtuara kryesisht me materiale të lehta dhe lehtësisht të djegshme. Në total u shkrumbuan 2 kapanone me më shumë se 100 magazina në një sipërfaqe totale për 10.000 metër katror. Një ditë pas zjarrit, pamja në treg është e zymt, stenda të shkrumbuara, tenda të rrëzuara, madhra të djegura dhe ende tym, dëmet materiale janë të mëdha, ndërsa shumë tregtar janë gjetur përballë shkatrimit total të bizneseve të tyre. Ata akuzojnë forcat zjarfikëse se ndërhyrja e tyre ishte vonuar. Zjarfikëse që janë standardit. Ne do hyjmë në Europë me zjarfikëse të viteve 80 dhe 90. Nuk e di këto emergjenca speciale se çfarë materialesh marrin dhe çfarë aparaturash për shtuar zjarrin. Ne ku kam marrë unë, ku 2 kapanonet nuk ishin zjarr. Zjarri ishte vetëm këtu. Ta kaluar zjarri nga lart. Dhe nga lartë të marrë gjithë kapanonet. Ja, lamarinat që kanë bërë këtu. As nuk na i siguroshin. Por nuk na i siguroshin. Kemi vajt ke sigurimet me këtë lloj. Me këtë lloj ndërtimi këtu nuk sigurohet asgjë. Mes tregtarëve pati dhe incidente, një prej të prekurve nga zjarri debatoi me përgjegjësin e tregut, të cilin e fajsonte për flakët. Në këto momente u dësh ndërhyrja policisë. Tregtarët shprehen të dëshpëruar se kanë humbur gjithçka brenda pak minutash. Disa prej tyre pohuan se malli i tyre ishte investimi i punës gjatë viteve, ndërkohë shkaqjet e rënies së zjarrit po hetohen dhe dyshimet paraprake lidhen me një defekt elektrik. Grupi hetimor po analizon pamjet e kamerave dhe provat në terren për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Zjarri i rënë mbrëmjen e së enjtës shkaktoi panik mes banorëve të lagjes pasi ai rrezikoi edhe pallatet aty pranë.